Ja se çfarë ndodh kolesterolit, diabetit dhe zemrës nëse hani 40 gram djathë çdo mëngjes. Kush nuk e do djathin? Shqiptarët e konsumojnë pothuajse në çdo vakt. Një fetë të djathit dhe shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi, edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit nga më të rekomanduara nga mjekët për shkak të vlerave shëndetësore që bartë. Por a kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë të gjitha vlerat shëndetësore që djathi ofron? Duke qenë se është një produkt që konsumohet shumë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video, sipas Brightside, do të listojmë arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është shumë i thjeshtë për t'u trajtur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është një nga produktet e bulmetit që organizmi ynë e tret në mënyrë më të lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë përthithjen e mineraleve që ato përmbajnë, duke cilësuar kështu djathin si një nga zgjedhjet më të mira edhe për tretjen më të lehtë ushqyese të organizmit. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë përthithjen e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti të mira antiinflamatore, djathi është një nga produktet e bulmetit nga më të rekomanduara. Ai ka një përqindje të ulët gjithashtu të yndyrnave në përmbajtje të tij. Djathi i bardhë ka rreth 21 gram yndyrë ose 21 gram për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimeve të ushqimeve mirëbërëse, të cilat mund t'i japin shumë vlera të rëndësishme organizmit tuaj. Djathi i bardhë është një burim shumë i mirë i proteinës. Përveç sasive të rekomanduara të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina cilësore për organizmin. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin e tyre ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Njëra nga ato, të cilat japin organizmit ton më shumë energji gjatë ditës dhe nga njëra anë ato janë jetësore për shëndetin ton të muskujve. Djathi është i pasur plot me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka funksione thelbësore të metabolizmit dhe formimin e qelizave të reja, ndërkohë vitamina A falë antioksidantëve që përmban lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori, i fundit në radhë por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun të ruajë ekuilibrat e aciditetit në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore për rritjen dhe jetëgjatësinë e organizmit. Këto vitamina dhe minerale nëse konsumohen në mëngjes, arrin të ruhen në organizëm dhe të kryejnë gjithashtu funksionet e ditës dhe të lehtësojnë një sër komplikacionesh. Djathi do të ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të kockave, dhe si një zgjedhje e tillë mund të jetë një mburojë e shkëlqyer në dobi të organizmit dhe jo vetëm. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, deles ose dhis, ai është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Një burim kryesor i kalciumit dhe elementëve të tjerë të rëndësishëm, të cilët do t'i japin një mbrojtje të mirë të shëndetit dhe gjithashtu do të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Nëse ai konsumohet në mëngjes, djathi do t'jap shumë përfitime për shëndetin e përgjithshëm. Ndaj konsumi i tij në këtë formë mund të jetë gjithashtu edhe një zgjedhje parësore duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ai ka për shëndetin. Ekspertët thonë se djathi i bardhë i konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj mund të cilësohet gjithashtu si një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe jo vetëm. Ekspertët cilësojnë rreth 40 gram djath në ditë si një nga produktet më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe dhënien e vlerave shëndetësore që ai do t'i jap organizmit tuaj nëse konsumohet çdo ditë. Djathi ju ndihmon të qëndroni në formë. Kjo ndodh edhe falë substancave të quajtura butyrate që gjenden me shumë lloje të djathi. Studimet këshillojnë që konsumin e djathit ta bëni edhe për të forcuar metabolizmin. Djathrat kanë në sasi shumë të lartë të kësaj substance e cila,
do të nxjisë edhe stomakun të prodhojë gjithashtu edhe sasi të tjera të substancave, që përfitimet e djathit janë edhe të dyfishta. Djathi mund të ndalojë gjithashtu edhe krijimin e radikaleve të lira. Ekspertët tregojnë se butiratet që gjenden te djathi mund të mbrojnë zorrën në trash nga radikalet e lira dhe t'i japin një rezistencë më të mirë kundër formimit të tyre. Djathi ndihmon edhe për të patur një masë muskulare më të fortë dhe më të shëndetshme. Djathi është shumë i pasur gjithashtu me proteina cilësore dhe një zgjedhje e shkëlqyer për fortësimin e muskujve. Kjo pasi proteinat janë të përbëra nga aminoacidet që janë element që ndërtojnë muskujt dhe indet tuaja. Djathi është shumë i mirë për shëndetin tuaj të kockave. Duke qenë se djathi bëhet nga qumshti, ai është i pasur gjithashtu edhe me kalcium, gjë që e bën atë jashtëzakonisht të shëndetshëm për kockat tuaja. Dietologët thonë se konsumi 28 gram djath parmigiano jep 336 mg kalcium dhe kjo është një sasi e mjaftueshme e sasive ditore që trupi ka nevojë për këtë mineral. Gjithashtu ekspertët tregojnë se te meshkujt e rritur, nevoja e kalciumit është rreth 1000 mg në ditë. Djathi është i shëndetshëm për dhëmbët tuaj. Djathi është një nga zgjedhjet më të mira nëse doni të keni dhëmb të shëndetshëm edhe me kalimin e viteve. Djathi përmban kalcium, gjithashtu edhe fosfor, dy minerale që luftojnë acidet në trup dhe gjithashtu ndihmojnë për të patur një shëndet më të mirë dentar, duke evituar kështu dëmtimet e smaltit. Djathi shërben edhe kundër dhimbjeve gjatë ngrënies ose pengon prishjen e dhëmbëve. Djathi është i mirë edhe kundër radikaleve të lira dhe konsumi i tij në dietën tuaj brenda normës së lejuar cilësohet si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese, sidomos edhe kundër komplikacioneve që i kanosen atij. Djathi, nëse shtohet vazhdimisht në dietën tuaj dhe konsumohet brenda normës së lejuar, atëherë do të ndikojë pozitivisht edhe në një sër komplikacionesh. Kremos dhe i veçantë, i shijshëm, djathi dhis është një nga produktet e qumshtit që mund të shijohet pothuajse në të gjithë botën. Është në dispozicion në disa aroma dhe cilësi, nga të buta të përshtatshme për bukë të kripura dhe të forta. Djathi dhis për shkak të përmbajtjes së ulët të laktozës tretet më lehtë nga trupi ynë, duke lehtësuar kështu këtë proces të tretjes. Kështu, edhe me një zgjedhje të shkëlqyer për njerëzit që janë intolerantë ndaj laktozës, në të njëjtën kohë të gjitha lëndët ushqyese dhe mineralet e pranishme në produktet e qumshtit të dhis dhe konkretisht magnezi, kalciumi dhe fosfori absorbohen më mirë nga trupi juaj. Gjithashtu riboflavin ose vitamina B2 e cila gjendet në sasi të madhe të djathit dhis ndihmon në funksionet e duhura të sistemit nervor dhe mbron qelizat nga stresi oksidativ. Një nga karakteristikat e djathit të dhis është se përmbajtja e tij e ulët alfa kaezinës, proteina e djathit të dhis ndryshon dukshëm nga llojet e tjera të djathit dhe rëndit atë si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të bëni për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni përfitimet e duhura të djathit, atëherë duhet të konsumoni jo më shumë se 40 gram në ditë. Kështu do të keni edhe përmbajtjen e vitaminave esenciale që ai ofron në dobi të shëndetit. Lloje të ndryshme të djathit përmbajnë vitamina të shumta, përfshirë vitaminën A, vitaminën B2, B6, vitaminën B12, D e të tjera. Gjithashtu edhe vitaminën K shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore, citon studimi. Gjithashtu vitamina B12 përfshihet në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, edhe vitamina D e cila rregullon edhe kalciumin në trup, dhe vitamina K e nevojshme edhe për të bllokuar edhe elementet e dëmshëm të organizmit tuaj. Konsumi i djathit në rutinën tuaj ditore mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese, citojnë ekspertët e Healthline. Ndaj përfshirja e tij në dietën tuaj brenda vlerave ditore mund të cilësohet sipas ekspertëve si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i ofrojnë shëndetit dhe të mbani larg edhe komplikacionet e tij. Në raste të tilla është mirë të përfshini djathin natyral në kushte shtëpie dhe vlerat e tyre do të jenë të shumëllojshme dhe gjithashtu shumë të rritura. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.